po më intereson shumë me ditë historinë e juaj. Qysh ju dy jeni njoftu me njëri tjetrin? Sarajevo. Përbes. E kam pas motrën Sarajevo në shkollim. Kanë qenë shoqe me Iqbalën. Po. Edhe pas një kohë mora një letër të bardhë A4 dhe shkruajta dashura. Po pse unë jemi bashkë, njoftohemi, kalojmë mirë, kemi familje. Letrën e kom parfumos, kështu e ato po, e kom pas kom harru. Detajes. Po, qka është? Laps kemik në gjyrë pink, roze. Që dhe zosht po vinë për me të ndëgjua, peshe dhe... Jo, si janë pula! Shiko, unë kam qenë Sarajevo dhe në Bosnë është normal qunat e ri me i pas shok. Po në Bosnë janë ato bosnjaket pak ma kështu ma të lira. Po normal si shoqe. Po unë e dishëm që i ka pas disa shoqe, por shoqe. Po unë ndajherë dyshojsha mos i ka kështu bashkë të dashura. Po edhe këm ka pëlqy mu për arsye se i pati pruja do pantolla me ja shkurtu e me ja kip, se për para s'ka pas roba qips. E ja dha motrës vet, e motra vet ta kur s'kom kip një jetën time. Thash bjeri mu se i qepi mi. Edhe mënde i mora ato e kepa te kont. A kishte me dal në takim? A e dyshova që me ko po dalë në takim? Po, e dyshova une, po thash këto une ko me marë. Ta ndi u zamra? Ja. Edhe vjera jeme Rametlia, jo tha, une nuk du boshnjake, se une thash këto, une ko me marë, s'ka kum hikë. Kjo ka qenë 19 vjeqarë, po shumë bre ka qenë i pashën. A po,